Për sa i përket veprimtarisë së krijimit, në shkrimin e shenjtë na thuhet që gjithçka Perëndia e krijoi në 6 ditë, dhe që mos të zgjatemi te kjo pjesë, sepse gjithsecili mund t'i gjejë vetë në Biblën e tij, ose ata që nuk janë besimtarë mund të kërkojnë dhe në internet për krijimin sipas Biblës. Por shkurtimisht mund të themi që 4 ditët e para Perëndia vendosi pikërisht rregullin në krijim. Pra u vendos një rregull i caktuar për aktivitetin e gjithësisë. Sikurse mund të kemi diellin, ditën, natën, stinët, orat e kështu me radhë, kanë të bëjnë pikërisht me rregullin. Kurse në ditën e 5 dhe të 6, Perëndia i jep jetë krijimit. Në ditën e 5 ai krijoi gjallësat, le të themi në ujore, siç janë peshqit, sikurse dhe ato qiellore që janë zogjt. Kurse në ditën e 6 krijoi kafshët, të gjitha speciet dhe njeriu. Pra njeriu, interesante që është krijuar në të njëjtën ditë me kafshët. Prandaj ndoshta, mendoj unë, edhe tipologjia jon, pra ka ngjashmëri, por ama mos harrojmë që Perëndia na thuhet qartazi në shkrim që ka krijuar njeriu sipas shembulltyrës së tij. Që ndonse mund të ketë ngjashmëri fizike, njeriu në aspektin shpirtëror është më lart se çdo kafshë, sikurse në aspektin intelektual, në atë ndërgjegjësues, në atë të imagjinatës, e në çdo lloj dimensioni njeriu qëndron mbi çdo gjallësë. Por fizikisht mund të ketë ato ngjashmëri që tham. Kurse në ditën e 7, që është dhe krijimi plot, dhe i mirë, i formsuar, i kompletuar, Perëndia na thuhet që pushoi, pra është pushim. Prandaj edhe ne vazhdojmë të kemi që prej krijimit deri më sot 7 ditët e javës, ku 6 ditë janë veprimtari dhe dita e 7 e javës mbetet pushim. Pra kemi gjithmonë një ditë ku pushojmë. Pra njerëzit kanë marrë pikërisht këtë sistem dhe e kanë aplikuar në shkrimet e shenjta dhe në bazë të saj ne masim javët, masim muajt, masim vitet, orët e kështu me radhë. Tani që të kthehemi te veprimtaria e krijimit, na thuhet tek Zanafilla, kapitulli i parë, vargu 1, libri i parë i Biblës, pikërisht Perëndia krijoi gjithë gjërat në qejt dhe në tokë. Fjala krijoi, në thelbin e saj, që në hebraisht, në fakt në gjuhën origjinale që është shkruar në gjuhën hebre, është fjala bara, përdoret ekskluzivisht për një veprimtari që vetëm Perëndia mund ta bëjë. Pra interesante kjo, pra fjala krijim, bara në hebraisht, i atribuohet vetëm Perëndisë dhe nuk përdoret në asnjë aktivitet tjetër njerëzor. Do të thotë në një farë mënyrë se në një moment caktuar Perëndia thirrri në ekzistencë materien dhe lëndën që nuk ekzistonte më parë. Së dyti, Bibla e përshkruan krijimin e Perëndisë si diçka pa formë në fillim. Ishte bosh dhe të mbuluar me errësirë, na thotë Zanafilla 1:2. Në atë kohë, gjithësia dhe bota nuk kishin formën e rregullt që kanë sot. Ato ishin bosh, pra tham, në boshllëk, të djera dhe nuk ishte aty krijesat e gjalla, por ishin në vetvete të mangëta dhe pa dritë. Pra ky ishte në fillim. Kurse pas gjithë stadi fillestar, Perëndia krijoi dritën për të përzënë errësirën. Na thotë Zanafilla 1, vargje 3 deri në vargun 5. Dhe pastaj krijuesi i dha formë të gjithësisë, le të themi. Na thotë kjo te Zanafilla, nga vargu 6 deri te vargu 13. Dhe si përfundim e mbushi tokën me të gjitha gjallësat. Zanafilla 1 nga vargu 20 deri te vargu 28. Pra ato që tham pak a shumë për 7 ditët, 6 ditët e krijimit dhe dita e 7 e pushimit. Me rëndësi është të dimë që metoda që Perëndia përdori në krijim ishte fuqia e fjalës së tij. Pra, fjala është fuqia e Perëndisë. Dhe vazhdimisht, nga libri i Zanafillës, pra flasim gjithmonë te kapitulli 1 nga vargu 3 deri tek vargu 26, na shkruhet që dhe Perëndia tha. Pra Perëndia tha përsëritet. Me fjalë të tjera, Perëndia pra i foli qejt dhe tokën në ekzistencë.
Ato nuk ekzistojnë përpara se të flitej fjala krijuese e Perëndisë. Dhe ky Perëndi që në Bibël është një Perëndi, po që na jepet si një trini e shenjtë, pra është edhe një, por edhe tre, por në fakt është një, është Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Në Bibël që prej fillimit, që prej librit të parë, na thuhet që jo vetëm Ati, personi i parë i Trinisë, po gjithë Trinia e Shenjtë pati rol në krijim. Për shembull, shohim që Biri i Perëndisë, që është Jezu Krishti, na thotë që është dhe fjala e tij e fuqishme. Dhe nëpërmjet Birit, përndryshe fjalës, Perëndia i krijoi të gjitha gjërat. Për shembull, nëse lexojmë tek Dhjata e Re, tek Ungjilli sipas Jonit, Krishti zbulohet, pra Jezu Krishti na zbulohet si fjala e përjetshme e Perëndisë. Që tek Gjoni 1:1, vargu i parë na thuhet që në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndinë dhe fjala ishte Perëndi. Dhe pastaj vazhdojnë që të gjitha gjërat u bën me anë të tij, me anë të fjalës. Dhe pa atë, pa fjalën, nuk u bë as edhe një gjë nga ato që janë bërë. Kjo na thuhet e Gjoni 1:3. Po ashtu në një tjetër libër të Biblës nga apostulli Paul, pohohet fakti në lidhje me Krishtin si fjala e Perëndisë, duke shkruar: sepse në të, pra në Jezusin, ose në fjalën e Perëndisë, u krijuan të gjitha ato që janë në qej, dhe ato mbi dhe, ato që duken dhe ato që nuk duken. Të gjitha janë krijuar me anë të tij dhe ndaj tij. Kjo na thuhet te Kolosianëve 1:16. Në përfundim, autori i letrës së Hebrejve shpall fuqishëm se me anë të Birit, të ndryshe të fjalës Perëndisë, Perëndia krijoi gjithësinë. Kjo na jepet tek Hebrejve 1:2. Po kështu edhe personi i tretë i Trinisë, Fryma e Shenjtë, ka rol aktiv në punën e krijimit. Ai përshkruhet tek libri i Zanafillës se lëvizte mbi krijimin, duke ruajtur dhe përgatitur për aktivitetin e mëtejshëm krijues të Perëndisë. Fjala hebraike për frym është fjala ruah dhe gjithashtu mund të përkthehet si erë ose si ajër që ne marrim frym. Në librin e Psalmeve na shkruhet gjithashtu roli i frymës, duke na thënë pikërisht fjala e shenjtë tek Psalmet se qejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Kjo na thuhet te Psalmi 33:6. Gjithashtu, fryma e shenjtë vazhdon të përfshihet në mbajtjen e krijimit, që ne njohim. Na thuhet kjo te libri i Jobit 33:4 dhe te Psalmi 104:30.